të raportit performancës që e dy kopi aty, unë i thash fjalit mos e shto aty sepse ky s'ka të shkuar. Darka që të dy të shkruar tora, çka ti. Shpërndaj nuk e kemi shkuar të renditës, por do kemi futur sepse strukturatohet në fakt, vetëm sa të ta dëgjojë. Prandaj nuk është futur të renditës, po rapidi që janë dy kopje në raportin performancës për vitin 2025 nga bashkia. Do thonë, kjo gjë ka ngjarë dhe nuk e ka nevojë për vjet, ka nevojë vetëm të dëgjohet. Prandaj nuk është renditës, gjithsesi te pika të ndryshme ne do të diskutojmë të gjithë vajzat që janë ngarkuar, grupi të ngarkuar do vinë të bëjnë një përmbledhje të këtij raporti. Që ka vënë në ditës profilës e këto që unë ju thash, pra për të dëgjuar raportin e performancës. Jemi provë, është provë nga dorën, për të dëgjuar po, kundra, abstenit, s'ka, miratohet, për miratime për partë, kemi në vetë që kemi parë dhe janë të miratuar, kani. Gjitha akte që kemi marrë janë konfirmuar nga prefekti, që do të thotë që kemi punuar me vetë. Mirë, atëherë para se të fillojmë me pikat, do të bëjmë si e reagohen sekretar Karaduc. Përshëndetje të për të pjesën e pjesëmarrjes e kemi të organizim të detyrimit të shkëlqyer. Pasi u vjen dhënë çfarë i përmbuar të do të apelon pjesën. Po nuk e ndër të lasë si po nuk më është ndosht atë. Kjo është tjetër për tjetër. Është të vullnetarë, por ka i parë pakete. Nuk është se të parë, pasi nëse ka qenë më parë. Në sotë në shqitë të cilës ne kemi për i pjesë rëndinë në shqitë për akitë të drejtë takuar dhe të miratuar. Është rëndime ekonomike e blogu të 6% të muaj, kemi në sërbe përgjendime të tjera cilat të lidhën me një rrugë për arsye të rëndimës financiare të familje që janë në nevojë. Në shumë të që janë me sfondje në halë, kemi duar të gjallë. Pastaj kemi edhe pjesën e paketës fiskale, cila është element rëndësishëm në buxhetin. Kemi filluar pjesë paketën mosket me tasave, por vetëm dhe tasën të e bashkisë. Tani besoj që viti 2025 të shkojë tek shuma e gjatë. Me gjithë dëshmitë që kemi për arsimin e tasave të cilat janë. Kemi pastaj kaluar edhe dy heqje me gjatë në përdorim, dhe fjalë për ndërtimin e shtyllave të efektivit të energjisë nga Fushita deri në Brenjas. Është operatori i cili ka fituar koncesionin e ecit të Fushita 1-2. Këto janë në shumë përshtatje bashkisë, pasi siç e dini, zonë që jetë një kontratë që ajet për të në politikën financiare të bashkisë. Një pjesë e hecit të cili shkon me plasan të do nga pjesa e kodit, të dy ato kontrata janë të përsuar me kohë dhe nga ana e projektit që ishme të të vizit. Për me kohës të sargëtje, në gjithse janë parë gjithë masa, gjithë e kemi në bashkëton. Kemi në miratimin e kursave për pjesën e nxënësve të janë shkolla profesionale, siç dihet qeveria prej 4 vitesh më parë financon në 100% kursat e arsimit profesional për të tërhequr dy ata nxënës të cilët nuk kanë rezultate të shkuar shkollë të lartë, por kemi një zanat i cili vitet gjatë edhe nga qeveria, por edhe nga shtetet financiare, që është përfshirë ka i keq kuptim ku se gjithë ata që janë në shkollë profesionale duhet të respektojnë konceptet që ta kujtojnë, se nuk mund shkojnë në shkollë private, por edhe shkollë
ka edhe në sërrejt të shkolla mësore. Vides në badën e tyre ne po bëjmë, do të kasë në bashkën e në gjone gjësimore që të shumë dhe mbesë në hapë një tasë vitin që vjenë. Për temi në mesin të njerë, temi bizeturë në ministri, me qenë se jemi në prosim të të një investitë shumë rëndësishme në zonën tonë, fabrike pasurimi një keri, që do të ketë shumë punëtorë të punojë, por do ketë specialistë. Për gjithë vërtetës, të gjithë specialistë e vjetë nga pension një pjesë në rëgurë, duhet të pimë një klasë, të dhejtë klasë në 20 veta, ta fillojnë të parë, të kemi si shka kënë historikisht e shkolla një përse. Paketa tha që një element e nësishë mund të ndërë e një treguar të tesën që pjesë e gjitha tyre që nuk kanë mundësi edhe kanë reagime, ta dhe ata që të përpojnë para fatë të 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 shtatorë për ullet të bizneset janë të parantuar janë pjesë e tyre, kemi problemet me pastrimin cilat edhe i kemi shtrirë në të drejtën. Edhe s'ke vrasë që të edhe investimit të bërë bukë, ka ne kemi bukur dhe pjesën e pastrimit me një pjesë të bëjt bashkia për shatët e lartë, si është Strava, si është Skroska, si është Rajsin e Beogarde, në shtapisa tjetër të për pastrimit. Pasi për të thënë vërtetën, ne si vjetë një për i tënë, kemi 3 vjetë, dhe kemi për pasë shka që janë një kaluar, që janë tendri aktual. Unë nuk falenderoj gjithë, ne vides shumë shpetë të cilë në buxhetin, duaj që buxhetin të bëjmë edhe një buxhetin e Komisionit Ekonomisë, edhe s'ka një Komisionit Ekonomisë, para buxhetit një atimit dhe një për të qëtuar. Që janë ditë të bëhet një atimit buxhetit dhe po të kemi shteruar gjitha të problemet të kemi, gjitha të problemet të mërejnë qëtësarët, me këtë të gjithë mëdikën e gjitha njësi, por një pjesë e juaj nuk e të në mundën të vinë për arsye të tuve të rrëve një po. Besoj që këtë bjerë e Komisionit Ekonomisë të bëjnë të zjeruar, të dhe pjesënarin tuaj, edhe pjesënarin e stavit e në stavit, që ai buxhet ku shkoj për me atin, i këtë marrë në gjithë projektet të studimit të tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithë përmbledhjen që më thotë gjitha pikave që kemi në ditës. Era kalojmë tek pika 3, rekomendimi për përgatimin e ditës ekonomike me 6% të fondit kurzuar, blok ditës ekonomike për muajin tetor 2025. Materialin e keni parë, e njohur dhe ti sqarimi mundshëm për të dyra e kaq. Nuk kanë ndryshime se nuk kanë aplikuar, por nuk kanë ndryshime se nuk janë miratuar. Nuk janë miratuar. Dhe pale u ka ardhur dhe sqarimi pse jo. Dhe si e mendon lidhjen për këtë pjesë që nuk janë miratuar, zyra e çfarë propozon për të ardhur në ditë për familjeve që nuk janë miratuar. Janë miratuar, kemi ndihmuar në ato. Fondi social kemi ndihmuar sa kemi mundësi. Normalisht janë ndihmuar nga fondi social. Një pyetje shumë. Na sqarohen multa persona se kemi takuar disa që thonë sistemi, në rregull. Nuk i pranon sistemi apo pikëzimi. Domethënë sqarohen çfarë duhet të ketë sa gratarin dhe çfarë duhet bëjë ai për ta aplikuar prapë ose për që janë jashtë. për të unë janë të qartë mos për këtë pjesë, sepse thonë që ne shkojmë e thotë sistemi si pranon, pikëzimi si pranon edhe kaq. Nga familje që kanë persona e shtetit, që jenë bërësime nga policia, nga policia, Ka nëse ata persona që na kanë thënë ne që nuk ta pranojnë për këtë pjesë apo për atë pjesë, nëse ata sqarohen me shkrim që 1, 2, 3, 4 dhe si ka atëherë dhe ai s'do të ankohet mas tek kjo as tek puna. O, kësi, Mariani, i sistemin e përdorin kështu, e ka i sistem, jo antifike, sistem, ati s'do të rishë të vjetë, ka shumë i Mariani, vjetë e personë, se e qëtetarë nuk e t'i parë të tjetra, kemi duhet një bashkëpunim me gjenesi. Kur ndarë njerëzit, pesa, u hua një pozitivë, të shkojnë e gjenesi civile të shohë, me pa, të qitë familje të lanë, se hyre i ndorë ati që i vje për t'i ai nuk e t'i farë të unë
shembull kam dorë atë gocën e kam martuar, edhe e kam heq nga Çelipata, ose se kam heq, kam dhënë aty. Këtyre tash në tua, po i kaj dy civile. Sa vite ke bërë? E me e thua, ti mos abdikosh për arsye se ti se ke ka. Se është shumë mirë si do. Se neve tani, Arjani edhe dyshëtar tani, vetëm me dy projekte. Në funksion, ke i punësuar 40 veta. 20 dhe ke punësuar pjesë të bashkisë, 20 ke punësuar për qena shëndetësore, për shkolla, me 4 orë. Edhe kjo është interes e madh, janë dy projekte që janë gati 45 personë. Është gjë që por ta që thotë janë për se na vjen të kam 5% jashtë se ky vjen njerëz tjerë. Ky nuk ka vjen njerëz. Ky thotë njerëz që nuk kanë dot te sistemi aty. Por çfarë ta futë këtu? Po ti ke futu një taj më mënu qysh po ta jeri ta nuk dalin nga jetë. Si do vjen këtu? Se fondi është i njëjtë. Fondi këtu është shkolla. Është po ti fond. Fondi mban atë gjë. Herë ka i përshkën dhe e hini këtë në mene s'kema pike. Nuk kema pike për të. Dhe ja shkruar, ose ti nuk i thëmë për të. Edhe, kjo e kje për mene parë, ma e mene për të si. Kur bënë lëvizje, qoja inspektorit ti. Edhe kur vjetë ato një, këtë mund të apoj dhe në datë rëndisë, se datë rëndisë e mëdhjes, ka bërë në arë, qoja tjetë. Shumë bukur, atëherë merri për radhë. Ata vinë tani thonë nuk martoha bosë, po gjithë të qëllimi është ata që përmbitur para ti. Se radhë para kemi si una, po është e qimoral. Kur njëri që është fugara, nuk ka bukë, dhe tjetëri që është mirë dhe merë atë monatikë, është originale në zotë, ke lëzë zotë. Ne jemi. Një dhe në jetë. Në që se për një ndarje, ose një varteta, 5 rita e në kusër të Por martohemi të 5 rita. Po dhe prisa një të civile. Ashtë të ndash një personë. Ose se një nëse shuar është një në jetë. Nuk e rrë sistemi nëse. Po, që e një të tërë. A e po në një zetë, ato, se kisha shumë të pyetje, kisha shumë të ajo është të dhe të tjera, por ju është për gjithë për informacionet dhe për gjitha ndryshimet që ndodhin brenda jetë familjar, këto të t'i bëjmë të renditura, ose ke xhami, ose ke dera, që ai jeni informuar që unë të bëjnë tani brenda muajit të ti të vetë deklaroj. Nëse personi vjen me vetë deklarim që unë kam përshuar se kam me sigurime shoqërore, kam fillu punë, apo unë kam përndarje, edhe ai është i ditur domethënë se si do të vazhdojë puna në tutje. Pra, nëse ti have këtë informacion deri pak, ne ka të kaqë këtë, ama çfarë duhet të shihni që do të brenda familjes tande, sepse ti formula vizitë këta. Nëse të kap ty, që domethënë ti nuk e deklaruar, ke filluar punë, ke filluar sigurime shoqërore, apo ke përndarje, dhe nuk e deklaruar, ai Paka shumë domethënë që për shumë me krah ty domethënë. Si policia si ishte, që kemi qërë me? Grup personash, po thotë, ka qënë prash. Jo, vetë. Si, të ishte ajo. Po, tjetër, njëri, tjetër. Ka rënë në votim kush është problem. Dhe kundra, abstenit shka, miratohet, parëgjesh. Ka katër relatimin në përdorim të fondë rezervë për familjet në nevojë për vitin 2025 në Daris Gjanovi. Pra, vendimi
Ose po ndihmojnë nga familje, në pjesë të tyre ka janë me probleme shëndetësore, shumë po i pa me radhë të kaluar, vëni nëse do juri ka diçka për të shtuar. Për në rast të veçantë që kemi sepse sot këta shumë edhe për të mbarojnë Sa që ato janë gjitha kemi se sonuar e jo dy raste. Ne kam besim, që e pa praktikë Marti do zara. Ne do të bëjmë kërkesë, po te familjar në sa janë këtu do i kërkesë. që e njëri rasti adresojnë të përgjimit e sa. Për nuk kemi mburuar asnjë të rast që mirë kemi tonë Verë, ka dhe motiva dhe që shpro. Dhe kundra, abstenica në ato. Pika përmjatimin e marrëveshjes midis Bashkisë Prejas dhe Forumit të Gruas Elbasan. Atëherë, sektori shërbimit për përmjatimin e marrëveshjes. Pra që konsideralisem të vetë në samë të të ripranë po të rikë më të përmjatimi atë marrëveshje kjo shumë të regullën së hajtë Edhe këto tani e kanë marrë veshët i shoqë, ku ti të qirë fyti, edhe do t'ja sa bëri, no? Të merë shpinë, i merë fëmijët, i merë edukatën, edhe ka dhe janë pushë. Ja marrin e fëmijët, ja marrin edhe shpinën, edhe në rrobë. Këto puna dhe të morë këto shpërë. Ha? S'ka një zilë, Le që la të pjasa që të cigare, që la qatë po. Si, kur vim pysit do vera, po si s'gjisni pak dhe ju e shikoni do me pritë se do të kështu. Me që jemi të gjithë zyrat, për atë kenën që ka vdekur, se ka ka thënë që kenën, se ka marrë, apo mas ka marrë reket. Po kemi përgjigje me shkrim se ka miratuar gjithë. Prefektura nuk ka pse se ajo njëri vetëm, edhe ka vendimi i qeverisë, që zata familjare tek ku do atë dhe rozbashkia. Ndërsa ai procesi tjetër që ai çuni që merret me toponerale, që në bashkia do shkojnë në Lekë, ajo nuk ka kthyer pa thonë bashkia vend shpëtim varim për ata që s'ka mundësi. Ajo është një atë shko diqe punë do të mëve. Sigurisht në këtë rast, ne kemi dhënë një përmendim, e kemi dhënë me punë shkollën e kaluar, edhe e ka thyer për efektet se rasti në fjalë nuk ka asnjë person tjetër që mund të ketë lekë. I marrë nga i funerale që ka çu galimori. Ai ishte përshëtimi. Nuk pranon prefektura. O ti do një të mjaku ka kush e me copa si pranon. Shoshem, bëre pa nuk jeti vdekur me lekë. Ai e thonja. Shërbimi funeral do pres faturën, edhe emri do vije ka vdek ky dhe ma lekë ky.
Edhe ti si finanët, ja shë legët, ati ti bojnë të legët. Po me thotë që është të arsye po, ti më thonë një sëme. Por e personi interesur, rasti komplet legët i bani shërbim për në se ku t'ja shërbim për në të thejë. Po është komplet kërë, për i pas atyre. Ne javë se e qeveri, vendimi qeverisë, nuk javë me. Po të tërta njerës, kemi onë të tjera të ndesë. Që një mëllë një thamë. Se në shka mësi që të më kime në futë të frikën, po vetëm. E kemi dhe Daniela të një. Pastaj kjo është një çadër respektive. Judicion certifikat. Nuk si kanë kjo se është. Daniela Blek. Ajo ka një çështje, ajo ka një zërcakje. Unë e pamë ka vdekur motra vetëm njëra që shteta do të na merrte në ju. Ai, dhe kanë Kjo me ka vërtetën dhe kjo do të marrë dhe jemi kërsh, që e kam kohë pavarësisht se Se kam qenuar sekretar vetëm që pas nga pjesë e imi të gjithë këtu, pra njerëzori jemi si ta ajo, po doja të thosha diçka. Ajo rruga sipër nga Miniera, a nuk shtrohemi çike edhe të domethënë që çike vrik për nevarezat, që mos përdorin rrugën poshtë nacionale. Se trajtojnë së të muzejtë. Unë tani si vjetë, e kam futur atë rrugën, do marrin konsiderueshëm, do bëhet një parti nga vjema të shpisat i tipit, do rregullohet ajo pjesë të bërë, një rëshim, atash. Edhe rruga nuk do kalojë më poshtë, na vetë do kalojë. Do shtrohet me asfalt të tjetra prej aty drejt te kulla, do shtrohet tani para litri, edhe pastaj do niset ata që do ikin për atë. Ma absolut do shkojnë në kujtim fare, as në qytetet, në mes të shkollë mesme, do dalin ke kullat, ose do dalin ke pjesa. Edhe është një investimi ku ka 25 milion. Edhe zgjerimi i pjesës barazësi, por vetë i tyre, e ke tash në buxhetin sa me zarë. Problem kemi rrugën aty do i blapa. Do të kanë një ndarje dhe një me vërtet barazat të tjera. Shkuti me zyrë. Dhe diçka tjetër se kur ka qytetar edhe është një çmimi për shkak të fleksibilitetit. Një kanal që është për hapësira, bllokuar aty në ajë nga vajtë që ta dosh nga vetë edhe për po tani do të thonë se ato shpita të vetë të vitit të shkollës nuk kanë Po, është për një përsa po është kitin e që ka bëra jo në blokime në ato të Atë kalojmë në votim për pikën 5 pasreqja. Bashkisë, kalojmë votim dorë lutem, është plot. Përëndel, kundra, ka, atëska, kalojmë pika 6, përgjatimi e paketës fiskale të Bashkisë Preljas për vitin 2026. Po, atë bëjnë zyra një problemi të gjithë materialit dhe lutem kuptohet të fokusohesh në ndryshimet që ka paketa e vitit të kaluar me paketën e re që na propozon. Për shembull në gjithë. Tani paketa fiskale për 2026 nuk është se ka një ndryshim, ka një ndryshim në janë të parë për 2026, është datë një ka ndryshime të
vogla në bazë të analizës që ne kemi bërë. Edhe në bazë konsultive që janë bërë me Google e interesa. Në që unë duhet të kam një këto, pjesë të tyre, pagetat që kanë rëmbërë nga taksa vendore dhe Dojba gjithë se me bëjnë në të jeshtë apo. Taksa vendore rushirë, taksa e ndërtesës, taksa në tokën mbysore, Në fakt, e kemi lexuar, por gjithë të parë, mund të thotë që nga mund ta kemi konspektuar, por pak gjithë kemi edhe në sy dhe aq sa marrim me zhvillime. kemi gjithë të bushës dhe Gjithsesi si bërë juve, të ekonomistët përmërinë, të bëjnë mirë. Do bëjnë në përrejshë. Që mos të dhe se për të gjitha i droga dhe energjisa. Pra parë se në në kishe banë një faqe të realizimit dhe tani të paketës fiskale aktuale të 25 që në fillon një ide në tim të asaj që çfarë ke jetë, çfarë ke realizuar, si ke realizuar, diferenca dhe pastaj ne të konkludoni me pjesën që ti si ke nxjerrë. Megjithatë, ka goxha aty për të thënë për të ndryshuar se në disa raste ata që paguajnë për herë ua kapin dhe ua marrin ata që s'ka paguar asnjëherë. Po. Kjo është e gjitha. Me që ti nuk pas të ndryshime nga ajo e kaluar unë përmendëm të japësh informacione që tua unë për disa që i kam në rastin e tarifës së pastrimit. Një ndarje, një diferencë. Pse është kjo ndarje? 120.000 këtu dhe 60.000. Karburanti një lloj e kanë ata, një lloj e kanë margjën e fitimit, një lloj projektojnë, një lloj. Ti s'ma do të fikse, s'ma ja subjekte me të vëshëja, subjekte me janë prurë një lloj. Liqi ty shpaka nuk ta tarifën e pastrimit. Edhe aty në qaftan. Ja thënë drejtë, aty, një gjë. Tarifë të pastrimit është tarifë e cila merret për pjesën aty që ti po të kazat. Ne kemi bërë kjo, se s'kemi ku i marrë. Siç e merr qeveria që ka branshë dhe për shumë paketë fuqe të mëdha që do paguani ju. Në fakt, një market do paguaj taksë pastrimit më shumë se paguaj karburant. Se karburanti çfarë do bëjë? Ai në naftën e pulsarëtor të do nërsa ai ne kemi bërë gjë për arsye se të krahasosh kastratën, bën tyro këtu, ta krahasosh me karburant jo është më është të rritë. Qaftan. Edhe qaftan, qaftan është shumë rreu, me këtë është të tha. Të shumë të 120. Jo, 60. Nacionale. Ai do të rreqes, ai vit telefon për dita. Që kjo është ajo Kjo është marrë parasysh që shpallë parasysh kjo e edhe lidhur edhe tarifa nuk është një kjo, është e familjare. I themu gjitha me radhë. Për arsye se qyteti ose njësia Vranjas ka 7 ditë në javë drumullim bete. Fshatrat, sipas kontratës, ka vetëm 2 ditë në javë. Prandaj nuk është një njëjta gjë si qytet. Nuk jemi bete, jemi shumë qytet në gjithë betet ne kemi më shumë. Kuj ka stradit tu, do të dzirë një certifikat, do të thotë, në kam zona ka dhe stradit 3203 e Rajcës. Së të në Rajcë. Që është patur parasysh në të gjithonë ju. Njësit administrativë nuk është shërbim, si që ka stradit do të thotë, në zona kadastrale në certifikat 3203. Se unë e di që ka 3203. Jam në Rajcë. Si do t'ja? Ka një taksë të aty, ka një taksë tjetër, cila do vjen për këtyre karburantëve, kanë taksën e përdorimit 50 €. Milion me ka një lloj, e ka lloj tjetër. Ai 10 milionë do ta gjiro, këtë. Ai pa mundën e, edhe ka një të milion. Në javë ka një sita administrative shumë. Okej, ku ta shpoj. Se me notë, do të më po që ustapi.
Se ti do të E ke diferencë të madhe. jo shikoj bëj lloj apo. Ke propozim? Bëj lloj. Se ka një gjë, që unë dakord jam me ty, që thua ti pas tonë qyteti, po prej se ke ndetur ti. Po që të shkosh në rajca ti, do ta shosh më shumë karburant, do ta shosh më shumë shpencime, më shumë goma, ja, të del kosa e prapë. Gati. E se na do të marr për si është kjo me presim dalë. Do të bëjmë vrasimin. E ke anxhon më pak karburant. Ke konsum të mjetit e më të vogël, që të shkosh në Sutaj e ke më të lartë. E shkon aty aty një. Edhe ti garancimi kësaj. Në kanë ku me shërbimin e me të tjerë, po ku shkon i derdhati lartë. Që po i derdhati lartë. Të gjallë bërë. Jo, nuk e Ke propozim konkret? Për ka? Shto si thua. Jo, ta shikoj të shta personi. Ta shikoj të personi ai. Nuk ka propozim E konkret. kam qarë pra, dhe duke, sipas vlerësimit të zyrës, këto ka tarifa ka uaj. Që ke propozim për ndryshim. Se kështu shikoj e pash, se të tash, ke propozim konkret. I pyet atë çfarë ke parë parasysh që do të diferencim. Nuk thash kam një propozim. Tarifa ndryshimi. Do të kaloj konzara që kam në kështu. Tarifa ndryshimi. Tani, okej, unë ta paguaj tarifën e ndryshimit. Banë në përgjithësi ti si zyrë që X lagje për një muaj thjesht nuk ka ndryshim. Ose s'ka fare lagja jo. S'ka fare, da. E kete i dërmuar me hartë të gjitha abonentët të cilët duhet të paguajnë tarifën e ndryshimit. Se na ngeni të marrim buja lushit, se s'ku marrim për çdo gjë pritare. Buja lushit që a fi kjo llamë, a shtesh kjo llamë, për kjo llamë të dhe në fund fundi pastaj ai. Ti si zyrë, se unë esë të vita për tasë, 2 muaj, se të më mbash atë të ndryshim. Se të praktik e qëtëpërim, pastaj. Unë paguaj qëtëpërim, qëtëpërim s'kam. Ti doa një fjallë një sërbime për e të qëtëpërim, unë s'kam, ti s'po shërben asë gjë. Asë gjë s'po shërben për qëtëpërim, se ati ke taksat me po flasë personalisht për vete. Asë qëtëpërim, asë prejeri, asë gjë, s'kam për të më mbash. I ketë ndara të gjithë familjarë të cilët duhet të përshim të taksë. Kujdi me? Kujdi, që më mbanë mua? tarifa e ndryshimit. Që më mbanë? Tarifa e ndryshimit dhe Bravo, tarifa si vetë, të kënullon të hajtë të gjenë. Tani, ndryqimi është një shërbet të bashkia, por dhe të shërbet. E para, e dyta, edhe bilës qenë që të para partidës, kanë arë magazin gjithë në qusë të tjere. Është i malë konsum, është i malë politike. Ne kemi të rëmu kujdes që gjitha lagjet të në qëmë. Jo edhe lagjet, por ne kemi të shimë rëbërë, cilin kemi në bakë të bashkisë. Nëse gjelbërimi është edhe qendër qytet, gjelbërimi është edhe lagje. Problemi i lagjes si jetë edhe lagje promit, të marrin si dhe të shpete e të të do këtë ndryshim dhe gjelbërimi. Si bomba skandalore. Tani, ne e pak, bara fiskale e bashkisë krejnës është një bashkije të cila futën në bashkije ka shumë tunë. Për arsye se kosto e trajtimit mbetjeve është trefishuar, ka lëshuar, ne kemi marrë po një në tarifa. Pse? Kemi hallti mos fillojmë me bën po me radhë vetes tonë që do ne paguaj. Se nuk e bën direkt nga pensa apo 25. Por sot ka që tarifa e shërbimit do ta paguaj banorët. Quhet tarifë për arsye se tarifohet për aq sa ti merr. Nuk është takë si e paguar si bazë të tjerës. Kështu që ne jemi duke marruar procesin e kanalizimit, cili po është shumë probleme po dushin bërë. Jemi duke mbëllur këtë muaj, besoj 2 javë me dhjetorit, do mbëllim po vetë startimet e gjithë pjesës që janë bërë. Sot, punëtorët tanë do kthehen të gjithë tani se marruan në sude, ke bërë qendër fshati që se ka patë fshat kur. Edhe si e kemi bërë me punëtorët e bashkisë. Marruan pra në fshat, do bëhet rruga që tash parë pjesë me asfalt të rregullohet, edhe do merremi deri në shkurt mars me gjithë qytetin ku do vend pa ndryshim dhe pa gjelbërim dhe pa pjesë të parë. Edhe me fondë të ndihmimit kemi. Por që të vizin e këto, unë di shumë mirë, ti e më lejtë, të me kapi, ai karburanti, po ai që është të rritaj, ai nuk shef, ai shef vetëm as nuk e mandë të kontorë, tjerë muflisi.
me ndarjen, dhe konkretisht për ndarjen, se ai e cilëson dhe njësia administrative prenjas. Edhe ai njëjtë dati çfarë vetë të vjen me zonë kadastrale për të qenë njësia rajs. Për ta ja kisha më shumë po ai se ka. Që ai do të vi unë ndako që jetës mbash i qinezit po vetëm shumë, apo ai më shumë. Por do të vi me dokumente do të janë njësia zona kadastrale të tre rajs. Ligjërisht s'ka bazë. Nuk është kollaj aty se dhe vendosni taksë për Imane Varela. Edhe ideja ishte që neve këtë taksë ta përdorim, jo shumë madhe, 5.000 lekë për familje, që të mirë marrin Varelët në përshtatë. Ata u mejtën rajs, nuk e paguj, që rroni ju, këna veri lektor, e hoqëm si taksë. Tani dalim për përdale pëse ato Vareza mësuvej, nuk janë pastruar. S'ko njërë të kryeshë e varimit atje, hodin e to pidorat, edhe shkona i kita atë pumbëre, i qote jetë ashtë. Për ti dalim, unë me i qash, bidorat tej, edhe Vareza. Ata nuk desh nasin, por qa janë 5.000 lekë për të mirë majtë Vareza. Ka njërës ka një ujatë, një parë, apo s'kojtë në robit i hedhë pak leje, si që ata i fejnë ato rritet fetare që i respektohet. Për nuk është kolaj. Për e zemë, që taksës, kur vjetë punë dhe taksës, të gjithë sonë i pahuj taksës. Në fakt, pahuj shumë pak. Minimalisht, ato që marë. Ka një rrishë rritë, energia është rritë. Ta se i rritë të shkallë në shuar. Ne pra marë në do bërë një marë. Po ku dhe marë me budjetë. Budjetë si do të e të jetë parë sa ke. Ku t'i besoj, në e që i do të rrishë dhe vete. Ato në rrandë të jonë që kanë punë, marketet që kanë punë, që i kanë marë. Nga fjallën unë për të pjesë që di që atë ndarjen që kemi njësi administrative. Se në menizirë, ka një vëllatë. Mos të di nëse subjekt të ndarjen të thotë, jam tonë. Kjo është shumë qenë, nëse e kam Këmo dhe kam qenë to, i kërës dhe mana një subjekt, kam interesuar të pagusam pasë, të do më pagusam me 600.000 lekë, si janë zonë në kërësale rajës. Se ti ke për vetë ndarjen, të ka përru. Tu, Ta pra, jo, ne po vëmë shumë që të marrim të të lejeve, esë në vëzë të pa tash pas të rejmë të qarë ta se pa të ka zonë ta e jetë, të mirë më në sejtë në tonë. Me këtë panjere djelore, sa ka mu si buzetin, për tasa të këtë të pa vëjtë të direkt. Edhe do t'i të kajtë t'i. Të maroj gjithë, më dhe të sejtë. Tarika e vetë partinë të tani, duhe me në taksën sa është, po të gjithë vetë partime dhe vetë partijës, dhe ati bëjt për logaritje efekti, pasin që do ka dojë dhe me vendit të shuri. Do jetë me pakesh të cilat jo. I gejna që i referuar, i pas dhe që së zbatlo atin ka hargjesa nga subjektët për të parë një para. Kjo do të thotë, do të bëhet me harë, do studion, masë të bëhet me këshilu. Kaj dhe ku e nuk e gamë, do të gajme me vendit këshilu. Thjesht do më vlera duke parë densitetin e bizneseve të qytetit. Ato që janë një kalimshëm, në gjitha bizneset kërkojnë minimalisht një vetë partime. Kjo vlera në 120.000 lekë vitë, mua më duhet pak sa e fryrë. Në më nëse të me ato e datën partime. Po të partime të tjetër do të vendosë problem se do më të dy pika që ke shkuar këtu dhe partim jo në rrugës për banorë. Që të bëhet të kemi vetë partimi, pa të juar konflikte me njerëz. Pra, në sheshen, të do dalë në punë e hapës, por në qësë më bëjë kërkesë, për shakë për një vend, që do të marrë me pagesë partim. Një të vajtë në nivel për endë. I kundoni. Problemi është kjo, ne do bëjmë tash vizimin, asfaltimin, regullimin, do vime ardhët po, dhe ne mosën sa partije. Nëse ne kemi vendet e problemit të partija.
Po të vinë çuna ta prej Greqie, për festutin e ri dhe unë të marrë taksën e tyre, ajo shka. Jemi qytet që kemi hapësira po. Jo, biznesë nuk kemi thënë, ke takimi vjetor do fusim aty. Ta parking, tak, edhe kalon. Ndërsa për qytetarët tanë të marrë ty ata vinë prej Italie, vinë Gjermanie, si thonë që hajde ma unë dy tjera. Jemi nuk mund të kemi Tiranë si vëre makinë. Nuk kemi e. Ju ditë orinë mu, dike shime dhe, posi t'i në me. E ke vëndu shumë zonë tjetë si ta, për asyre që ta një kanë biznese, se i vetë makinat treta. Treka. Po të banjon. Për bizneset do partojnë prej... Ju me kanë bërë pjesë ato, o thashë, bërë pjesë ato, ke paketa vjetë dhe nuk u dëmë punë zërën se do parkojnë në trotuar. E policia diri mbrapa u në dhe gjë. Ne kemi parë. Kjo tarifa për ta mora të Gjëja të unë kam më shumë për ti. Tarifa të vazhdimit të realizore. Rezultate të shujit. Ka qenë, po krizën e punës, po mund të s'ka qenë. Në të mua të rëgju. Është një problematikë dhe kujtari është vjeni se banorët i kujtari se punojësit ku shkojnë atë thëmë, unë s'vesha di, po më qoj e i për kujtari. Se shite. Tani, në rrajës, ka qenë ujësillë si vjetër i vëndësat, që u bërë problematikë. Qysh fillim kur kaloj kësha aja, ku atëm të në administrimi të bëj njësia, të bëj. E kanë bërë privatisht, kanë marrë lekët, kanë vaditur me atu, se nuk e kanë hequr në linja të përdorimit për ujë për pije. Aja është i ujësillës, që gjithë kanë ujë, lekët i ka marrë x personit dhe ka qëlluar problematikë ti. Ti e ke përshim këtu, po ka një, me benin e Maliqit, se sështu, me benin e Maliqit, i do të gjithë mere maj qelsatit dhe e kanë shkatruar. Aji është një ujësillës që përdoret, përbatitje se s'ju da e që tjetër, pare mirë mund të administrojë përbatitje i me në taksën e batitjes. Shkondejën rëzit, nga sikur nga gjitha. Se shaja shpet nuk e ka futë, nuk ka futë që një korinojë. A i ka i program të tjetë. Qo se me bëmi syqon, një veshtrut dhe me gjithë shaha, a i është aset në shaha, s'ka hyrë në konacion, me ka marrë e resursi aset me. Gabimi është këtë, nuk do marrë, ne bëmë njësjes ma, qeveria është 6 milion euro, dhe tani ata të shkojnë të pinë ujë me lek, edhe të tjerë me lek, a i o do me u dhe të fare, ose të futet në rjetë, si që qëshur që si tjetë. Burimet ujore tani, mas e ke marrësh, do kalojnë në drejtori vetë. A i që buron ujë dhe ke drejtoria, dhe ashes ati që e shenë atje, që që ajo nuk mund të rima as me urën Maliqit, as me urën ati tjetër. A i do bërë si që janë. A i orë të jetë në silësi, por shtatë shasë janë shpreju që të nuk e kemi nuk e administratë. E ka asetë, e ka marrë. Janë shpreju, janë të mbetë. Kur ka marrë asetë, ka marrë dhe ta. Ata e zhjenë ati pasaj, kryonë... Ata zhjenë pasë të zhjenë, jo. Gjithë da gjerë ati nuk me rujë pare në vësit si parë. Marë i brektia. Edhe do nuk nga duhet. Që so për investimi? Se gjithë janë lidhe në vësit s'kjeri, edhe nuk e përdojnë, marë një vjetë. Se është një paleku, se të rikë të punarë të përgjën të përgjën. Ata e të gjithë. Ata e të Ajo të regullohet që vjetë. Jo, ajo të regullohet që vjetë. Qovë sa ka vama, atë qovë sa tyre vama, ka njëse me sa, një ka njëse me sa. Se ka i gjë, ose në bjullë dhe fare për tua dhe po do bjerë për batitje, se por do shte për Një më do shte për batitje, ta marë kanashë. Nuk do batisim me tu, që e kanë me qenë, po do batisim me ujë që do shte kanashë. Ama jo të zhjenë, shumë gjithë. Dhe e fundit, e kanë për gurorën që e kanë njëtur, se ti tua do mbajnë gurorën, mbajnë atyre. Në verë në mbytë gurorën, i mbajnë të rritë 2.500.000, qa masa shmerë a i, për bëjtë të mjedisi, për bëjtë në mbyti. Një që pjeshi edhe... Edhe a i
është që tu se ai ku justifikohet që shkon në vend me mandatin e pagesës. Çfarë kushte? Se thua subjekte juridike, persona që gjithë tjera. Por çfarë masa po janë i po na ndot ne, po na pastron. Jo vetëm ai, të gjitha. Jemi dakord që vazhdon, po në përgjithësi e ke pranë kuadrit ligjor, gjithë paketën fiskale, edhe pa marrë çdo kanon të kjo. Për gjërat i tillë thjesht fiskale. Ja më është tash në Elbasan do bëjmë një takim të kasën banore. Bëjmë shumë siç është. Lidhe me tarifën e vaditjes tokave bujqësore. Unë nuk kam parë dhe më parë në analizimet e takseve që këto vlera që mund të mbledhen nëse janë mbledhur apo jo, të jenë reflektuar diku në një letër. Që janë mbledhur X lek në tarifat e vaditjes, edhe është shpenzuar X lek. Kur shpenzuar i kemi parë që janë shpenzuar, ja ka bënë tuba gjërë ndryshme, por taksat e mbledhura nga kjo nuk i kemi parë në një listë të ardhurës në bashkë. Pika tjetër, se bën një tarif me mbajtje kanaleve vaditëse. Me 1.000 lek familje në vit. Pra për gjithë ato që janë poshtë kanaleve. Ku bazohesh me këtë dhe si mund t'i mbledhësh? Sepse unë kam tokën, nuk i vaditës asnjëherë. Pra është të ndryshme, s'më kam të kaloj një kanal që dikur ka qenë funksionar në kohën e gjatë në përrodhen për tokat tjere, sot ma ka ndërpërë nuk i vadisë. Ku pasove është kjo tarifa ti? Ku si gjë mbledhësh, ku gjë marrësh? Tarifa e vaditjes për 2025-ën 230.000 lek, dhe i dalim të qenë në shëllurë e se s'ka të bëjnë. Për 2024-ën 280 lek. Kjo me shëlledhë është të bëjkur, të të motit i s'ka e. Ku e ke? Për këtë pyetjen e dytë. Lidhur me të dytën, tani të gjitha kanalet vaditëse pasohen nga bashkia. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Bujqësisë, u vendosi të ketë një pagesë për të shërbim. Gjitha kanalet vaditëse pasohen nga punojësit e bashkisë. Unë jam vetëm se si do ta bëj. Ato do të bëjnë. Do të lidhet për arsye se kanali të jetë i lartë. Vaditja do valush 1.000 lek. Ne vetëm të bëjmë Vaditja do valush 1.000 lek plus sa orë do të Nuk më vjen shërbimi. kanali Me kam 200 metra. por fillon maji qershor kur të Kretar nuk ka zënë kanal. Edhe vjen kretari, edhe të marrë. Edhe tjetër, për lidhje me këtë. Niveli i vaditjes ka rënë shumë, se fshatarët i kanë lënë punimin e tokave që jeta më radhë. Nga 30 korrik, rezervuari nuk ka pas ujë për ata njerëz që për ata që ndërkohë që para shumë vitesh, të gjitha tokat, Do të ishte edhe shumë më mirë para sa vitesh. Dilën të daullën në internet. Po se jemi ju më. Këto taksa merren, por as nuk bëjnë një mbushje rezervuare. Ne mbushje rezervuare, mbushje po plot edhe kartieri, me rezervuaren kartieri po. Jo, Ka shteu. Paralelisht, edhe mbushje edhe vaditje. tani nuk vadisin dhe do të bani për vadisin. Në rrata është pak se ata vjen nuk ka na 3 herë 4 herë. Tani është puna shumë bashkia do sigurohet një skuadër me punëtor për vaditje. Jo për lajka. Do të them problem. Do të them dy për vaditur, edhe dy çaj punëtorë dhe mi. Se stare nuk vadisin. Kanale nuk i lajm. As nuk i bën sa bashkia.
Që ke marrë bashkia një si asë bashkia. Edhe ujtë. Ani do të dali si unë qojnë në shkuarë, si të përdisi. Kështë do për shumë. Me të fatë ajo që të drejtë, në të rejtë të barë, në marë. Kur do ba vitë, a jetë për të marë parë. Për pastrimin dhe këndarë shesh funksional. Biznes në qeta një shmim pa, ka da një vlerë, dhe shi me qatë pa shumë, do vlerë të vlerë që ke vendosë e ke marrë për si përfashe objekti që ka burriruar se biznesit. Dhe po që të është shesh funksional, është oburi, është parkimuar, Ati u ka vënë tullat, a i u ka vënë tullat e jashtë e ke marrë. Ati u me shumër e jeme e ke marrë. A i shumër të funksionar. Nësa magazina është historisë tjetër. Si përfaqe të magazineve në ndërtese, janë përdorë teknologi. Edhe tjetër që e projekte pak para, lidhe me gjendet civile për deklarimin e kryeregimeve, dhe për se e kam hasur dhe dhe për këto pagesat të objekteve, pastrim gjendet që janë me frymë. Ka ngelur numri frymëve të para 10 viteve dhe në atë vazhdojnë. Nuk është bërë. E kam, po mos kisha treguar vetë, do të është sa ke 3. Nuk unë e kam matë vjeqe, po 3 kam marrë. Për familje për të përdumur për. Ja, i kemi për... Si e ke për familje numër për? Pastrimi po. Jo, po që një nga nga parë dhe vitës për zonë popa. Asë në nga gjornimit të shërë. Janë bërë ndryshime të tjera. Përse persona paraqitë në bërë ndryshime të moment. Si e se nga në rosit bërë ndryshime. është bërë ndryshimi para 10 vitesh e vazhdon me ne. Kjo është ndryshime. E kam hequr. Po do ju kujtoja se Se këndove vetë. Ha? Sa më pëvët muaj? Jo, kam atë që Një familje qytet, sa ne ka bëvë për kakë person. Person pa. Për një rritje 10% si të sejtë taksës. Po të se më kullë më vëndorë? Për të mos markuar qytetarë në të fola. Është fakët. Fakën e këtë fakët. Takse pasërimi të mundë për fakët. Është takse gjimërimit. E shumënore së të sa përgjithë. Punimet e gjimërimit, ose sa gjimërimit kemi prejnjas neve, nuk është vendorë, ose nuk bëhet një gjë ndryshe një qëndërishte. Po, kisha të gjashtë e merja, zemët e... Nuk e kjanë përbur, nuk e fatë që lorë shpërpiti. Ko e kjanë pejti, ti e kafe me përbur, edhe luke ka marë. Sot ke 5 kënë e lorë qytet. Kjenë për e qatë të lorë. Po atë të kjo të mishë në këtë gjimërime? A i qenë në këtë gjimërim? Kjo kërë u nërë në këtë gjimërim? A i në faktë të regulojnë ma të gjajnë e provë, do bëhat e super lajnë. Të shluë si që ta në Selanik, si që se panorama lërë, të do bëjnë ato. A do pisha do të të. Edhe që ne do të kalojnë një të me shinglet, do kalojnë me asfalt. Qatë do të 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 gjash vjetë kemi, s'kemi qitë vjetë. Gjitha dime që nga kanë të këta. Po, se unë jam të plëtu, edhe e hejtë në të Lidhur me taksën e tokës, jo është të rëndësishme. Çfarë zhvillimesh keni bërë ju? Një familje, prej në bejta, në dhe mishit. Një iksi e paguam kërë familjari. Kura jo ka dalë peska në mande, ka marrë në tokën, dhe ti jave nga kesën e taksës, kërë familjari që ka fituar në dhe mishit. S'ki bërë asit pushim. Ora asit pushim.
Jep shembull, I kam thirrur zyrë. I kam thirrur edhe nuk. Të preventive. Edhe pres në datë 10 janar do të sjellë në zyrë. Formulari gashë s'ka punë. Do të sjellë në gjendje civile familje. Edhe toka i ka marrë shtetit. Ka një gjë fenomen. I dy burrave të tjerë që kanë pasur abu taksën e ka të rikon të apo babas. Në fakt, ta punoj tokë. Edhe gjithë ta. Besoj drejti i njësit të dalë, dhe të fare, do a marrë të zotria, gjithë të punë. Nuk do ja shërbe pas të kjerë civile, as kjerë të bashkisë, ata do të punë parë. Për arsye se ajo është një armë e cila do përdorë po për tonë rrugë. Unë besoj në djamit. Si ke shumë drejt ma e se fate, s'të kuptoj. Dhe Citra, gjithë gratua po qenë, për dhejnë e taksave tarifë. Me këta i qenë, si keni mërëtënje dhe... Si keni mërëtënje? Jo, taksa, vendore, toka, ndërtesa, atë do pasqyrë, janë problem për të. Ka debitorë nga viti 2011. Ky është problem. A jetë ne nuk kemi mbrapa. Nuk kemi. Se atua ma qenë... Se ne nuk kemi mbrapa. A jetë ky është një problem që... Nuk kemi që të prapë, nuk e bëmë. Nuk rap në përgjësnimi. E fundit që kanë unë, a mendon se grupi i punës që është marrë me aktimin e se paketet do të ishte minimal 30 pare do të grupi i punës ka hartuar të paketet fiskale do të ishte mizjerë mërë dhe gjithë se cili të përgjigje për pjesën që ka hartuar vetë. Ka një ditë për të në sqarim të punëshëm në sugjerim të shumë. Me tjetë jemi gjithë të knajshëm me paketët fiskale që bashkia si përmjatim për vitin 2024. Are votim kush është pro? Në dorë në tërë, kundra, abstenim. Ska, miratohet. Faleminderit zyra për kontributin që dotata që ju keni planifikuar nga taksat dhe nga tarifat të vizit. Po, kalojmë me pjesën tjetër. Për miratimin e shtesës së fundit për transfer të setoriale për funksionin e mbrojtjes radiale, pra fjalë për ekselencë. Finanseve ka aportuar një fond për shpërblim pake nga një deri në 3 paka të punësit e servisit të mbërë në shuar e gjerne të mbërë në bashkim për e nëse gjithë bashkët e dëmë. Fondi është aportuar me fotomat, është bërë në 600 të japim që fondi pake. Nuk është transfer sektoriale të funksionit në mbrojtjes për Merrem që të komandanti apo vetëm çunë? Komandanti gjithë partë të vijë. Shumë nga bërë janë të shuar, po janë të shuar Patronatim s'ka fitore, po, atër është fondi deleguar, bravo qoftë atyre, vendor që shpro.
Ska abstenim, ska gëzuar. Gartohet. Për bilantimin e bursave për nxënësit që ndjekin vitin e parë në shkollat e mesme të arsimit profesional publik për shkollat 2025-2026, kryetari sqaroi pra përshkrimet që u jepën këtyre nxënësve që vazhdojnë arsimin profesional, rëndësia që është shkuar të arsimi, gjithë e dim që në tregun e punës ka deficite për autor ose për specialist të ndryshëm, kështu që mirë që këta kanë marrë të lloj rrugë për zyra aplikat se këtu, për miratimin e bursave pra për nxënësit të ndjekin arsimin shkollor, jam ta marrë vetëm 12 kërkesa. Nuk ka kërkesa të tjera që mund të kemi në zyrë, pra përshtypjen e dashme, listën e kemi ndarë të hapur. Po, pra që kemi. Lista që nga në këshill, ka në këshill, dhe të abires me për ta është quar kjo lista përsishë quar që në korek, që shënë korek që na atë që kemi në shkollat të shkollë profesionale, normalisht që po mundet që lejtëzorës që vazhdo mitë të parë që dash, mund të shkutet gjatë brenda kësaj periudhe, doj ati ata i pranojnë, sepse i dojnë pas ka pak, dhe me përshketjen pastaj me orme. Atëherë edhe më ditë që shprof, kundra, abstenim, ska, miratohet, falendej, falendej. Loshin, për kemi loshin dhe. Respektiv për miratimin e dhënës në përdorim me kontrat qelaje nga fondi kryor komosor të sipërfaqeve në rrotësi publike për bashkisë Bret. Jo, ty shkishtin e tjetër. E po ku ta gjemë? Ku ta gjemë dhe të tjetër? Po lo, shiko. Ajo dosja aty ka shkojë që është përpunuar, çuar dhe tani gati për ta. I vajnë për dosje që t'javë, se marrë drejt që i tjerë që do kaloj një projekt i tillë dhe e bje lajmi bje sa hypnësi. Se po ishte në ullë tarifa, dera, bodi një qikë të të pyetje. Por ishte në rriti, që me qikë qëfar... Ne jemi bashkë cila do të hapë grupën tyre, dhe këto që do vido terës, në brejtë që të jemi një grupën, dhe po në herë një, në ato që do brejtë të në pare, është i pare që mund të vido të ri, ka ndashtë të brejnë e ka rëvonin e po si të vërdera, dhe ka në kjuzon, do vi një si Izraeli, po kjito të të shopi, edhe ata po në morën tote, ne do kemi takë të bashkë. Jo, në rënë poshe, me këta gjata, Laski, ne do t'jaj mundësi atyre që hiç për është njëri nuk të të gjema ka unë zotit. Edhe e homo sa kërë. Po të lojë. Edhe këto, jam to a ki ato po të ngashtë. Se që bëjt një më të përruet në një. Ka ka dhe të sami një për një gjashtë. Dhe për një në zëri më në Majka më një gjë, nuk e së podë të në një. Janë dy zara të nga tjetë, të pacioni të baza dhe rruga. Rrugën në rrugë tari për herë, në rrugën në rrugën në rrugën. Jo, për herë. E për herë. Rrugën të në rrugën të në rrugën të së podë të një brasë. Sepse zakonisht do të që në rrugën tonë po besoj që bëjnë pjesë për ta
Po, ka dikush për të shehur për ishte shumë qartë. Atë në vura me kaluar. Harë po shapta. Abstenim ska kreatorën parëndërit. Në nga tjetër, previative e planit të aktiviteteve dhe progjektit të Këshillit Bashkiak. E keni parë ka një stan aktivitete që keni pasur dhe përpara, po, jo. Janë caktuar disa vërtarisht ato puntu të shohën caktuar dhe një fond për kohë. Atëherë kush është pro? Kundra, abstenim s'ka. Faleminderit. Ne kalojmë për të gjuar se pra një përbërje raportit të performancës së bashkisë. Qëllimi i këtij raporti, si disa kopje, është ofrimi një pasqyrë të qartë të strukturuar mbi performancën e bashkisë, analizimi i 11 fushave funksionale, shërbim për forcuar transparencë dhe llogaritëdhënie dhe për krahasimin e bashkimit në nivel kombëtar. Fushat ose dyrat për të cilat kanë qenë burim raporti është arsimimi parauniversitar, menaxhimi i mbetjeve, mbrojtja nga zjarri, menaxhimi i infrastrukturës unitës së punimit, administrimi i byjeve dhe kullotave dhe mbrojtja sociale. Për secilën nga këto fusha në raport që keni tabela me të dhëna të detajuara dhe në secilën nga këto fusha kemi dhe përfundime të cilat ne duhet të si bashki të rregullojmë sfidat dhe arritjet dhe objektivat. Për shembull, për arsim parauniversitar kemi një sfidë, kemi shtanë në ulët të mbulimit në shërbim të çerdheve dhe arsim parashkollor, dhe mungesë e institucioneve parashkollore private, se siç e dini ne nuk kemi institucione private për kopshte ose çerdhe. Rritja e pjesëmarrjes në çerdhe dhe kemi një staf mësimor të stabilizuar. Objektive shpërmirësimi i kushteve infrastrukturore dhe zbatimi i planeve vjetore në cilësinë mësimore. Për menaxhimin e mbetjeve, për vitin 2024, siç e dini edhe në zonat rurale që kanë qenë 100% mbuluara, kemi mungesë mbulimi në zonat rurale, ndërgjegjësim të ulët të banorëve për ndarjen në burim të mbetjeve. Kemi shërbim të qëndrueshëm në zonat urbane dhe përdorimi i rregullt të pikave të grumbullimit. Objektivi është zgjerimi i mbulimit në fshatra dhe fillimi i ndarjes në burim. Për mbrojtjen nga zjarri, sfidë kemi mbulimin e pjesëve të territorit ujor dhe logjistikë të kufizuar. Arritje kemi qëndrueshmëri në kapacitete, 14 punonjës 24 mjete dhe zbatim planeve parandaluese. Objektiva arritja e stafit dhe pajisjeve dhe trajnime të përgjithshme për emergjenca. Për menaxhimin e infrastrukturës unitës dhe kullimit, sistemi unitës dhe kullimit bashki ka mbetur i qëndrueshëm midis vitit 2023 dhe 2024, sfida të rritet amortizuar në disa zona bujqësore dhe nevojë për financim të mirëmbajtjes. Arritje ruajtje e infrastrukturës ekzistuese, funksionaliteti plot si kanaleve kryesore. Objektiv kemi arsimin e planit të menaxhimit të rrjeteve, si dhe rritjen e sipërfaqes së ujitjes. Në administrimin e fyeve dhe kullotave, sfidë në 5 burimesh njerëzore për zbatimin e zjarrit dhe rrethina e zjarrit dhe dëmtimit. Rritja e shkallës së planeve të mbashkimit nga 26% në 31% dhe strukturë funksionale të personelit. Objektiv konsolidimi i burimeve njerëzore, zbatimi i plotë i planeve të miratuara. Mbrojtja sociale, analiza e shërbimit, ndihmë ekonomike, fuqinë e familjeve përfituese ka rënë nga 47.3% në 40.2%.
të përfituesve, edhe këta aplicimet mbeten të larta. Shtrimi social, shkalla e miratimit ka rënë nga 86,2% në 68,8%, gjithatë numri absolut i përfituesve është rritur me 75 nga 90, pra kërkesa është shtuar me më shumë se 87 nga 129%. Qendra sociale, numri qendrave sociale për 10.000 banorë ka mbetur praktikisht i njëjtë, pasi nuk kanë hapur shembull të reja. Rastet e dhunës, numri i rasteve të dhunës të referuar është rritur nga 28 në 30. Personat me aftësi të kufizuar, numri i personave me aftësi të kufizuar referuar është rritur në ndjeshëm nga 695 në 750, dhe po ashtu edhe ata që marrin mbështetje. Diferenca gjinore, femrat me ato që marrin mbështetje është rritur nga 320 në 345, ndërsa meshkujt nga 365 në 391. Diferenca midis moshës nga 0 në 17 është 225 nga 243, ndërsa në 18 plus vjeç është 460 nga 493. Qeverisja e mirë, burimet njerëzore, masën, strukturën, stabilitetin dhe profesionalizmin e administratës dhe kapacitetet për ofrimin e shërbime cilësore. Transparenca tregon nivelin e hapjes të informacionit dhe komunikimit me qytetarët, publikimin e akteve dhe respektimin e standardeve të qeverisë së hapur. Brazëja gjinore reflekton përpjekjet institucionale për të siguruar përfaqësinë të barabartë dhe përfshirje gjinore në qendrat e qeverisë. Gjithashtu, burimet njerëzore kemi nevojë për trajnime të vazhdueshme, që sfida rritja e stafit të trajnuar, stabilitet në strukturë, objektive për zhvillimin e trajnimeve dhe formimit profesional në strukturë. Për transparencën, sfida përdorimi i kufizuar në kanaleve online, mungesë në veprimin publik me konsultimit, arritje e publikimit i rregullt i akteve, përmirësimi i raportit financiar dhe objektive zhvillimi i platformës standarde të transparencës. Succes në fondit bashkimit evropian. Bravo. Ne kampionatare kemi dy. Barazia gjinore mungesë të thonë disagreguar gjinore, niveli i ulët i grave në drejtim, rritja pjesëmarrje në trajnime dhe rritja grave në komisione drejtuese, artikujt dhe zbatimi pranë gjinore. Menaxhimi financiar, varësia e lartë nga transferat, ardhurat e veta të përfituara, përmirësimi i raportit të ardhurave të përfituara, si të shërbimeve, dhe diversifikimi i burimeve të ardhurave. Raporti performancës, numri i detajuar me tabela dhe të dhëna, me indikatorë të përcaktuar. Nëse ju duhet të dërgojmë një email ose Sekretari ka herë të qenjë të saktë të kajë. Të herë të gjithë, ka një këshilë, të fajtë të saktë dhe këshilë, dojmë së tajmë të sepse dhe një keqe kemi në qenë shumë në rrugë të referimit e kemi të së të buat dhe për me të së të nëvojnë të së të nëvojnë. Faleminderit. Gjëra me nëse ka në të përmishme, sanitet emergjenca politike, a unë e nëtuar buxheti për mund të kemi shërbime, në shërbime tonë të kemi të vanë. Është qartë depozita, drita, është qartë depozita, ose duhet të jetë fare, sepse ajo me në tjetër, tani dhe ose ta heqim fare depozitën, është me ishte me pusë. Okej, tani, pa është nuk është shkëputur. E ka bërë drejtorisha, e kështëpruar me në më protokolle drejtorisha. Unë disa unë jam... Anja të hoqinjë, ne kemi një problem. Duhet drejtori shkollës, duhet atë zanë. Do të jepet sa më shpejt shërbimi social është Ma do vita sa pa bëllë, në të velonë dhe të sa që janë shumë
Fjala jonë ndoshta sa edhe ka dhënë nga atë ka dhënë një flas tjetër, po është shumë, imagjinoj është me Tarancë, nga Taranca ka dalë në klas, që do të thotë duhet u gjendë se llojin e dijes. Vetëm se Ajo do pastruar për arsye se ka kopa pastruar dhe depresi me benzin që vjen nga ajo në stacionin e poshtë në rrugë të bën të kanalet të pusë atje. Ai di gjithë ato të kavorë në vjen. Gjithë edhe ato rrugë të bukurës të tjera. Qytetë lokale si Seni, do ikja nga ura, tjera do vi bash via Fiscale